Halime, Allahu të mëshiroft. Një motër muslimane franceze e cila emigroi për hir të Allahut, ndërroi jetë këto ditë. Kjo motër muslimane u sprovua me sprova të ndryshme dhe të lloj-llojshme, dhe ishte shembull në durim dhe në kërkim të kënaqësisë së Allahut. E pranoi Islamin në moshë të re dhe për këtë arsye, familja e saj e larguan nga shtëpia. I mori rrobat e saj dhe doli nga shtëpia me shpresë se do të gjejë strehim në një vend tjetër, dhe Allahu ia mundsoi të martohet me një algjerian i cili ishte emigrant në Francë. Mirëpo familja e saj e lajmëruan organet shtetërore dhe shteti e akuzoi se është terrorist dhe e larguan nga Franca. U detyrua që ta divorcoj gruan e tij, kurse ajo për hir të Allahut u shpërngul në Egjipt. Me vete nuk kishte as të holla, e as pasuri, dhe nuk i kishte askënd përveç se Allahut të madhruar. Jetoi me vite të tëra nga lëmoshat e njerëzve, e mësoi përmendsh një pjesë të madhe të Kur'anit dhe përshkrueshte me cilësi të larta fetare dhe njihej si adhuruese e madhe. Allahu pas një kohe ia mundsoi të martohet me një djalë algjerian i cili jetonte në Egjipt, dhe gjendja e tij ishte e njëjtë si e gruas. Nuk kishte asgjë nga kjo dynja. Kjo nuk ishte pengesë për motrën franceze ta vazhdoi kërkimin e diturisë dhe ta mësoi Kur'anin përmendsh, dhe të prezantojnë në përligjërata, dhe të marrë pjesë në thirrjen e fesë së Allahut. Allahu i furnizoi me një djalë dhe dita e lindjes së tij ishte dita më e lumtur e jetës së saj. Përcaktimi i Allahut ishte që fëmia pas 2 ditë lindjeje të vdes. Ajo as pak nuk u zemruan nga ky caktim i Allahut, por ishte kënaqur me caktimin e tij dhe falenderonte Allahun shumë. Pas një periudhe e lindi një vajzë, por pas një muaji lindjeje, Allahu ja mori shpirtin nënës së fëmijës, pra motrës franceze. Pas vete nuk la pasurie as të holla, por e la një vajzë e cila ishte gjëja më e shtrenjtë që kisha. Ja lan gjenazën dhe qefinosën disa gra të ndershme, kurse e varrosën burri i saj dhe xhamati i një xhamie, të cilët kur e kuptuan se nuk kishte as familje as të afërm, ja falen gjenazën dhe prezantuan në varrimin e saj. Allahu qoftë i lartësuar, e huaj që në fe mohim, pastaj e huaj në Islam, në shtëpinë e familjes së saj, pastaj e huaj pasi që larguan familja e saj nga shtëpia, pastaj padrejtësi e divorc dhe shpifje, pastaj emigrim nga vendi i fe mohimit në një vend ku nuk e njihte askënd dhe atë e varfër pa pasuri. Pastaj u sprovua me një sëmundje të keqe, nga i cila më vonë u shërua. Pastaj vdiq fëmia i saj, e pastaj vdiq ajo papritmas. E huaj kur ju la gjenazja, e huaj gjatë vdekjes, e pastaj e huaj në varrezat e lëmoshës. E gjithë kjo, vetëm për ta kënaqur Zotin e saj, për arsye se tek ajo depërtoi drita e besimit dhe ja ndriçoi zemrën dhe kuptoi se ja vlen të sakrifikosh çdo gjë për Allahun dhe për fenë e tij. E lusë Allahun që ta shpërblej me xhenetin më të lartë për durimin e saj, shpresën e shpërblimit tek Allahu dhe për kënaqësinë e saj me caktimet e Allahut, dhe e lusë Allahun që ta ringjallë me durimtarët ditën e Kiametit.